Mjeku i epurdhër. Personat që vuajnë nga artriti urgjent duhet të hanë këto ushqime. Po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të funksionojë për të lehtësuar situatën tuaj dhe për të ndihmuar kështu në një arshqetje më të kontrolluar dhe më pak probleme që shkakton konstipacioni. Studimet vazhdojnë, megjithatë, shkencëtarët kanë zbuluar se ushqime të caktuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mundet të lehtësojnë inflamacionet dhe dhimbjet lidhur kështu me artritin, citon Andrea Dunn, dietolog i certifikuar në Institutin e Sëmundjeve Digjësive në klinikën Cleveland. Nëse doni të bëni pazar, atëherë përzgjidhni produktet e duhura ushqyese në dietën tuaj. Ja cilat janë ushqimet të cilat sipas ekspertëve mund të rekomandohen në lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Në dietën tuaj shtoni salmonin, sardelet dhe skumbrin. Këto lloje të peshqve janë të pasura me yndyrna omega 3, ku studimet kanë zbuluar se ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e inflamacionit. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione me këto ushqime në dietën tuaj mund të ndihmojnë në lehtësimin e shëndetit të nyjeve dhe të parandalojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Vetëm sigurohuni t'i konsumoni si duhet, vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet të duhura në rast se vuani nga shqetësimet e tretjes. Çaji i jeshil është një tjetër produkt i rëndësishëm që mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të kapslëkut, gjithashtu edhe të ndihmojë edhe në shëndetin e nyjeve. I pasur me lëndë të mira ushqyese dhe antioksidues, çaji i jeshil njihet gjithashtu edhe për uljen e niveleve të inflamacionit. Studimet e kryera te kafshët kanë treguar gjithashtu se ai mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e dhimbjeve dhe problemeve të artritit reumatoid. Çokolada e zezë është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes, një tjetër ushqim i lartë me antioksidant, ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë inflamacionin. Blini produkte që kanë në përmbajtje të tyre të paktën 60% kakao. Sa më e lartë jetë përmbajtja e kakaos në këto produkte, aq më pak probleme me tretjen do të keni, citoi studimi. Është e rëndësishme që ju t'i konsumoni këto produkte si duhet, në mënyrë që problemet e tretjes të mos shkaktojnë edhe nxitje në shëndetin e dobët të nyjeve. Frutat e thata gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastetat tuaja ushqyese edhe në lehtësimin e problemeve të nyjeve. Frutat e pyllit janë me përmbajtje të lartë të antioksiduesve. Ato do të ndihmojnë dukshëm në lehtësimin e problemeve të nyjeve dhe problemeve të artritit reumatoid. Pasi janë të pasura me përmbajtje të larta të fibrave, çka do të ndihmojnë në betejën kundër problemeve të kapslëkut dhe zakonisht problemeve të artritit. Molla. Ky frut i pasur me antioksidues është një burim shumë i mirë i fibrave, çka do të ndihmojë ndjeshëm në lehtësimin e dëshirave për të ngrënë me zvakte jo të shëndetshme. Vetëm sigurohuni t'i konsumoni ato në mënyrë të patepruar për të marrë përfitimet e duhura në shëndetin e përgjithshëm. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojë as përdorimi i vajit të ullirit. Përpiquni që llojet e tjera të vajrave t'i zëvendësoni me vaj ulliri, i cili ka një balancë më të mirë të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6. Të dyja këto janë lloje esenciale për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Duke bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese, do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatat tuaja emergjente dhe të lehtësoni gjithashtu edhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj të nyjeve. Frutat e thata janë një përzgjedhje fantastike që mund t'japin shumë përfitime kyçeve tuaja. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteinë dhe yndyrna të ngopura dhe nuk përmbajnë gjithashtu nivele shumë të larta të problemeve të kolesterolit, njohur ndryshe si proteina shtatzore. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Kështu përfitimet e tyre në dobi të shëndetit do t'jenë të menjëhershme.
Xhenxhefili dhe përdorimi i shafranit të Indisë janë erëza fantastike që mund të ofrojnë një mbrojtje të mirë për shëndetin tuaj. Këto erëza kanë veti të mira antiinflamatore dhe studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këto bimë mund të lehtësojnë edhe inflamacionin. Konsumi i salcës është një mënyrë shumë e mirë për të rritur gjithashtu sasinë e vitaminës C dhe antioksiduesve falë përzierjeve të salcës së domates me qep mund të ofroni një mbrojtje më të mirë të elementeve ushqyes dhe marrjen gjithashtu të gjitha mineraleve të duhura për shëndetin tuaj të nyjeve. Sa më mirë ta përgatisni dietën tuaj ushqyese, aq më pak probleme do të keni me shëndetin e nyjeve. Gjithashtu duhet të tregoheni të vëmendshëm edhe të konsultoheni sa më shpesh me mjekun tuaj. Nuk ka një dietë të vetme për artritin reumatoid, por mund të ketë disa ushqime të cilat nëse kombinohen si duhen dhe konsumohen në sasinë e duhur, mund të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të nyjeve dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Artriti reumatoid është një sëmundje kronike inflamatore që mund të dëmtojë artikulacionet, kyçet, por edhe organet të tjera të trupit, siç mund të jenë për shembull sytë, zemra, mushkëritë, rrallë mund të jenë edhe veshkat, por ndër sëmundjet reumatizmale me natyrë autoimune, artriti reumatoid është akoma më i shpeshtë. Artriti reumatoid prek të dyja gjinit, por më tepër prek pjesën femërore. Disa nga simptomat e artritit reumatoid mund të jenë për shembull dhimbje, inflamacione, ngurtësime, dhimbje të kockave të kyçeve, gjithashtu lodhje dhe rëndesë dhe entje të tyre. Nëse keni këto simptoma, paraqituni tek mjeku për të marrë një konsultë dhe një trajtim më të specializuar. Një studim i Arthrit Care and Research shqyrtoi gjithashtu marrëdhënien midis dietës së artritit reumatoid me 24% të njerëzve që raportuan se dieta ka efekte të mira në lehtësimin e simptomave nëse ndiqet ajo në mënyrë të përpikt. Por cilat janë ushqimet më të mira për personat që vuajnë nga artriti reumatoid? Ushqimet të cilat ndihmojnë në parandalimin e dhimbjeve të artritit reumatoid përfshijnë peshku në yndyrshëm. Peshqit yndyror siç janë salmoni, sardelet janë burime të pasura të acideve yndyrore omega 3, të cilat do ta ulin nivelin e inflamacionit në trup, ndërsa studimet kanë rekomanduar 2 deri në 3 racione peshku yndyror në javë, në mënyrë që të merrni përfitimet e yndyrës omega 3. Burime të tjera të yndyrës omega 3 që luftojnë inflamacionin përfshijnë arrat, farat dhe gjithashtu edhe farat e lirit të bluara. Frutat dhe perimet janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese që mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj të nyjeve. Frutat dhe perimet janë të pasura gjithashtu edhe me antioksidantë të cilët largojnë problemin e radikaleve të lira, të cilat shkaktojnë edhe inflamacione në trup. Boronica dhe spinaqi janë super ushqime të cilat mund të përmirësojnë simptomat e artritit reumatoid dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Edhe bishtajat nuk ngelen pas në përdorimin e duhur për dietën tuaj, çka do të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Bishtajore të tilla si fasulet, bizelet janë të pasura gjithashtu me acide yndyrore të pasura me proteina. Njerëzit të cilët konsumojnë këto ushqime në dietën e tyre ditore kanë përfitime të duhura në menaxhimin e komplikacioneve dhe lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe drithrat e plota. Gruri i plot, orizi, kaf, quinoa dhe tërshëra mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e inflamacioneve dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të nyjeve. Vetëm sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese, në mënyrë ta keni më të lehtë menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe të rrisni gjithashtu përfitimet e shëndetshme. Yndyrnat e shëndetshme janë një ndihmë shumë e mirë për personat që vuajnë nga artriti. Është e rëndësishme që, nëse vuani nga artriti, dietën tuaj ushqyese duhet ta keni gjithmonë individuale dhe ta bëni atë të përzgjedhur në bazë të këshillave të ekspertit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të informojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.